Selman Curi është arsimtari i biologjisë në shkollën fillore Ilas Thaçi në Han të Elezit. Ai është një ndër mësimdhënësit e parë e që tani është në prag të pensionimit. Sjelljet e tij kohëve të fundit kanë shqetësuar nxënësit e madje edhe prindërit. Nxënësit e klasës së 6 kanë ngritur në këmbë gjithë shkollën për shokun e tyre i cili ka shenjat e autizmit. Ata po thonë se arsimtari në fjalë ka sjellje jo të mira ndaj R.K, të cilin po ashtu e mbyll në kabinet të biologjisë e i drejtohet me fjalë sikurse hiç mos e po ta hyj shpull. Edhe ka thonë hik fëmijë se po trasi shpull, se be ha shpull. E pse i thatë kështu? Se nuk e duron sa i vërtet. Siç duket, këto sjellje Sulejman Curi nuk i ka vetëm me nxënësit e klasës së 6. Për Keks Kosovën ka rrëfyer edhe një nxënës tjetër i cili vijon mësimet në klasën 9. Ndaj tij arsimtari në fjalë ka ushtruar edhe dhunë fizike dhe këtë e ka bërë vetëm sepse djalushi se kishte me vete fletorën. Ka si në faqe. Të kam shumë faqe? A të ka lëndu shumë? Pak. Pak. Kur ka ndodhë kjo? Që një javë, pa. Që një javë? Pa. Filloristi që nga ajo kohë mos po mundet të mbaj orën e biologjisë. Jo nga dëshira, por sepse arsimtari Selman Curi s'po e pranon në klasë. A jetu e majti orën e biologjisë? Ja. Pse? S'po m'le me inor. Pse s'po t'lan me inor? Që se ku morë fletorën. Çka t'ka thonë mësuese? Di lashtë se ki pat fletorën. Qysh është sjell me ty? O sjell kesh për mu. Edhe në kara, u kanë fedun. Biologjia nuk është lënda e tij e preferuar, kjo si pasojë e mësimdhënësit. S'po m'pëlqen se mësuesi sa është bashkimi. Apo? Po. Ai thotë se është notuar me notën minimale pa dijenin e tij e këtë e kuptoi nga shokët e klasës. E a sjellet keq edhe me nxënësat e tjerë? Sjellet. Sjellet do mirë, do keq sjellet me ta. E pse? Sjellet se sa është mësuesi bashkë mirë. Se veç që i kina notat e keqe. Nxënësi tregoi se për rastin janë të njoftuar edhe prindrit e tij si dhe drejtoria e shkollës. Po, ja kina qunë një vrejtë, po ala se kanë lexu. Anë vrejtë. Se kanë lexu vrejtje? Ala.